ka pas konsenzus për votimin e kryetorit, ka pas konsenzus për votimin e pakët të 15 kryetorëve. Këtu sa po përfunduam mbledhjen me udhëheqësit e subjekteve politike, ku kishim 14 sosh, pra ishin 14 kryetorë të subjekteve të ndryshme politike, që mbarën pjesë në diskutimet për rendin e ditës, për seancën konstituive që do të mbohet nesër. Pas gjitha diskutimeve, ka pas një konsensus të plot të gjitha partive politike, që ka ardhur si propozim i të gjitha partive politikeve të liderëve ose udhëheqësve të partive politike të komuniteteve jo shumicë, jo serbe. Propozimi i tyre ka qenë i qartë që të shkohet në votim në pako. Pra pakoja të votohet, pakoja 9 kryetorëve, 15 kryetorëve në pako komplet bashkë. Ka pas konsensus për raportin, ka pas konsensus për votimin e kryetorit, ka pas konsensus për votimin e pakët të 15 kryetorëve dhe ka një dakordim, një konsensus mbrana kësaj mbledhje, që më vjen shumë mirë të them edhe një herë që do të bëhet votimi në pako i 15 kryetorëve, ku pritet themelimi i institucioneve të Kosovës sa më shpejt, pastaj të vazhdohet edhe me votimin e qeverisë dhe pastaj sigurisht siç e dini na presin votimi i buxhetit edhe i marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat e kanë një afat që duhet të votohen sa më shpejt. Prandaj unë shpreh mirënjohjen për gjithë liderët e subjekteve politike që ishin të pranishëm, edhe që pat mirë kuptim nga të gjithë. Gjithashtu dota mbetet nesër, mirë po ora ka ndryshuar. Kjo ka qenë me kërkesë të nënkretorës Vlora Qitoku, e cila për shkak të rrethonave që gjidemi nesër, ku do të ketë mbrojtja fjalën e vet gjatë gjithë ditës, në respekt të asoj që po ndodh në Hog, të gjitha liderët e subjekteve politike kanë pranuar që mbledhja e seancës konstituive të mbohet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë.